kështu që nuk shoh pra perspektiva është e zymt në përgjithësi. Kisha me shtu kërkoj faljes që ndoshta vema. Unë mendoj këtë që thartoni që vrejt pak në aparent që një mos dëshirë për ta marrë pushtetin krahasuar me vitin 2014, kur opozitën si ka qenë ai Vlana po ka pas një farë dëshirë, një konsistencë, konferenca shtypje. Unë mendoj që janë dy elemente që nuk ka gatishmëri te opozita, ka qenë loja, por ka qenë pozicioni i LDK-s për mos bën një qeveri të opozitës. Mungesa e këtij vullneti unë mendoj që ka qenë kriza e programuar, të cilën askush nuk po e thot, që janë votat për presidentin. Që në këtë vend, një klasë normale politike do duhej në mënyrë urgjente të ulet dhe të ndryshon të kushtetutën, që ta shmangim këtë krizë permanente, kronike, e cila gjithherë na duhen të një vota dhe e bën problem pastaj çdo koalicion. Ti mund është mi fitu zgjedhje, po kur e ki përballë çështjen e zgjedhjes së presidentit, ti je prap në para dilemës që qeveria do bje. Po mos të ishte Lumir Abdigjiku dhe Lidhja Demokratike, para 4 vite me votu Vjosa Osmani do binte qeveria kurte dhe prap do shkonim zgjidhje. Dhe në një farë mënyrë tash mirë keq kjo. Elementi i dytë është që nuk po e thot askush, po ndoshta që ja marr për çështje akademike me marrëveshjen e Orit, ja marr që një 5-6 muaj, unë mendoj që krejt po frikojnë që ka do të cel marrëveshja e Orit, sepse është pika 7 që ngërthen 2 pika shumë problematike që është vetë menaxhimi dhe rearanzhimi i pozitës së kishës serbe sipas standardeve evropiane, që kur kush nuk e di çfarë janë ato standarde evropiane, deri kur shkon dhe këto janë kafshata të mëdha të cilat si duket secila palë po heziton të marrë përsipër. Edhe vetë menaxhimi. E thash vetë menaxhimi. Sa ta krysh ti vetë menaxhimin ose asociacioni, ti do ta kesh në prag. Unë ndoshta edhe që jam historian, i di që Serbia ka pas këtë metodologji që nga krijimi i saj në shekullin e kaluar. Bandat e armatosura për me operu në vilajet Kosovës dhe brenda territorit perandërisë osmane, operimi mendimin e Rusisë përmes kishave, me nxjerr të lashe perandërisë osmane dhe për me kriju situata, domethënë për me blloku lëvizjen kombëtare shqiptare përmes disa kërkesave të pakicës serbe. Dhe ka një vazhdimsi. Dhe nëse e sheh në mënyrë metodologjike politikën e Vučićit, nuk është vetëm një vazhdimsi e politikës e Slobodan Miloševićit, po është një rikthim të metodat e Nikola Pašićit, domethënë fol për paqë dhe ndjek agendat e një Serbie hegemoniste në rajon. Po, vetëm kjo tash çështja e asociacionit është bë kërkesë e hapur, e pa asnjë alternativë edhe aleatëve tonë, domethënë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe BE-s. Tash nuk ka mundësi për me u largu prej skenës, prej tavolinës, vetëm tash aftësia është si të bëhet më minimalisht i dëmshëm, sepse nuk edhe është letra e Macronit, po edhe domethënë që kjo është artën problemi, domethënë se e ka ndërtu asociacionin, do të thotë si themi në far drejtë mbrana dhomës, ku kërkush mos po do me pas punë në farë mënyre me marr, si themi, bajrakun me ekzekutu në praktik. Ama përderisa nuk e marrin, ai do të jetë një lloj presion, një lloj gogoli mbi të gjithë. Pra unë mendoj që më mirë është dikush tash e di që ndoshta nuk është kështu populiste edhe nuk mund të ketë, por për nuk ka tjetër, sepse është obligim, është imponim i gjithë, është kërkesë, është në për çdo takim që bën edhe zoti Kurti dhe zonja Osmani, do thotë vazhdimisht përmendet kjo punë, është çështja e asociacionit, kështu që po them më mirë është ndoshta me investu edhe resurset profesionale edhe me bën një farë lloj kontraoferte për brenda atyre kërkesave që me izvoglu maksimalisht mundësitë për ndonjë sabotim të brendshëm apo për atë autonominë e brendshme. Pa ik të çështja e formimit qeverisë, unë mendoj që ne kemi hupa të hapin ku ka qenë pika 3 të marrëveshje 2013, së cila qartë ka thonë, asociacioni komunave me shumicë serbe do të jetë i ngjashëm pika 3. Tek vënë kanë lexuar njerëzit diku mas 10 vjet kanë që të jetë i ngjashëm me asociacionin aktual që ka Kosova. Këtë asociacion që të lloj asociacionit të ngjashëm me pasfarmuti Serbia nuk e kishte dashur.
Nuk dhja dhe gjut, ambasadorin e ri Gjerman, të thëtë që e pat, që i ftojnë farmyre të lidert në inugarimin e tij dhe për unifikimin e Gjermanisë. E për mene të thëtë që Kosova ma nuk për thëtë mu integru në Bashkimin Evropian. Po hapi parë i Kosovës do tjetë, do thëtë, pranimin e Këshillin e Evropës. Edhe ne e dim që Gjermania është si të themi nismetare, lidere, e fakte që Këshilli i Evropës është me statusin asociacionit. Do thëtë janë dy. Jo keni drejtë si tash ma asociacioni, dhe i tash ka pas mu si mu kamuflu. Me faktin atletën, ju e kujtën e atletën që kanë qenë 3 lidert, ku e kanë dhënë zotimin se do ta bëjnë. Në fakt ti ki deponu me letrën që ti ki me bën. Dhe fakt çdo vonesë është autogol më tash. Që është fakti do thotë që Gjermania një farmyre si nismetare një farmyre pja përkujton Kosovës që se dëshiron me jetë përpara qoftë në integrim evropian, qoftë në Këshillin e Evropës, do thotë asociacioni është krye tema dhe nëse ne nuk e te kalojmë këta, mund me kona ajo që tash edhe partitë opozitare dhe të vendosin një farmyre po hezitojnë dhe po kanë kujdes. Kjo arsyeja që është tu hezitu edhe zoti Kurti, po nështë edhe partitë opozitare që me bo hapa ma konkret për me kriju qeverin. Apo vërtet nuk i ka numrat edhe thjesht tu i pas qëto barra cilat pashmangshëm do duhet i kalojnë, thjesht nuk po bojnë kurfar përpjekje. Tash betim për që nuk i ka numrat, u pa dhe me kuvend, nuk është diçka që mund të fshijet. A ma i vazhdimisht ka thonë për kuvend, hajde bojnë marrëveshje se për qeveri i kam numrat. Po edhe ku nuk ke numrat, një farmyre një parti politike që ka marrë 48 deputet, e ka shumicën në kuvendin e Kosovës, bën përpjekje titanike një farmyre me gjetë rrugë të reja të bashkëpunimit me PDK-n, me LDK-n, me AK-n, me komunitetet, me arrit shumicën në kuvend që me formu qeverin. Ne do të thotë këta nuk peshojmë sot, ma shumë peshojmë si një lloj abstenimi i partisë pushtet, mos me marrë pushtetin, me gjetë rrugë, forma, mënyra, një farmyre me ikë kësaj përgjegjësie, se sa me formu qeverin. Tash kur dilën është të thotë i 26 të duhet që në këtë rast vetëvendosje me dërgu emrin e kryeministrit Kurti, qeveria 3, bashku me kabinetin qeveritar, sa të është të hanë, do të thotë nuk kemi as përpjekjet minimaliste, as nuk do të thotë nuk është që dikush po dëgjon se do një takim me partitë politike. Veç për hajrë që u bosh ke marrëveshje në vështre. Ke vështriz, po, do të thotë nivel komunal, edhe kjo e them fort mirë, do të thotë pajizën e këtë rast të lidhjes demokratike të Kosovës. Tash, nëse je një lider partijak, qoftë Albin Kurti i VV-s, po dhe nëse je Memlik Krasniqi, Lumir Abdiqiku, do të thotë parti që se kanë shumicën, të e ditë gjendjen e të cilën sot gjendet Kosova. Unë me të vërtetë të duhet të thotë të kishe një mobilizim, një, se themi, rrugë për me cilës do të provonin të gjenin një zgjidhje, sepse Kosova është mundu me thonë kom prej shkurtit deri me tash, do të thotë shkun 7-8 muaj. Nuk po funksionon asgjë. Kemi një qeverin detyrë, në bazë të vendimit që ka Supremi në këtë shtim me kushtetutë dhe ligj. Kemi një kuvend që s'është jo funksional, kemi institucionet pavara jo funksionale. Kemi 1.5 miliard euro në kuvendin e Kosovës marrëveshje ndërkombëtare. Cilat janë duke prit. E kemi planin e rritjes 882 milion euro për tim. Gjitha shtetet rajon përveç i Bosnjës e Kosovës nuk armujt me marrë asnjë cent. Është me afat 2024, 2027. 2024 shkoj, 2025 ta shkoj. Mund shfrytëzojmë këto mjete dhe a mund të na i treni për të shfrytëzuar? Do të thotë se ne ndërsa kemi ratifikuar këtë marrëveshje. Edhe viti 2024, 2025 shkoj. Edhe nëse ratifikojmë tash, do të thotë maksimumin që ka mundu me nxjerrë në ashtu është gjysma aty në mjeteve. Gjysma e këtyre mjeteve tjera kthehen tek shtetet tjera kthehen në Bashkimin Evropian. Tash se Kosova ka mjete ose kemi një shtet çast i pasur që s'kemi nevojë për afërsisht gjysmë miliard euro, do të thotë atë në rregull jena. Kemi marrëveshje bilaterale me Bankën Botërore, me Gjermaninë, me Zvicrën, me shtetet e tjera, të cilat do të thotë në farmyre në peng, për shkak që s'kemi kuvende i cili një farmyre mundet me i ratifiku këto marrëveshje. Sigurisht, inicimi vjen prej qeverisë. Tash, kur SBA, Gjermania, Britania, shtetet e Bashkimit Evropian
patëm të thëtë këtë zonjën von der Leyen në Prishtinë, e pam të thëtë se ku taku me kryeministrin Kurti, u taku në ambientet të kuvendit të Kosovës. Kallas ishte në... Kallas, do të thëtë, kështë që do të thëtë një farmyre ne liderët politikë të duhej, ndoshta me të kalu vetën, me të kalu pak interesat partijake, me marë pak më shumë interesat strategjike të Republikës Kosovës. Nuk është që të marrin më seriaz as liderët e Bashkimit Evropian, as Komisionit Evropian, kur ti thjesht do të thotë nuk bën përpjekje minimaliste dhe me luni qeveri me pas një kuvend funksional. Gjithmonë non-stop ka kërkesa të vazhdueshme për partnerëve ndërkombëtar që Kosova me themelu qeverinë në mënyrë që me pas një partner legjitim përmes cilit ne mundu me dërgu përpara agjendën evropiane të Republikës Kosovës.